Në prag të Krishtlindjes, ndërsa qyteti shkëlqente në fest, një burr I vetmuar shikonte boshllëkun nga apartamenti I tij luksoz. A do ta kalosh Krishtlindjen vetëm? Pyet një zë I butë, duke thyer heshtjen me një ofertë të papritur. Ai refuzon, por disa minuta më vonë, diçka brenda tij e shtyn të marrë makinën dhe të shkojë drejt një lagjeje të thjeshtë. Ajo që ndodh atë natë ndryshon jo vetëm Krishtlindjen e tij, por gjithçka që ai besonte për familjen, dashurinë dhe përkatësinë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Prag Krishtlindjesh në Sarand ishte një spektakël më vete. Dritat e Krishtlindjeve shtrieshin përgjatë gjithë shëtitores, ndërtesat luksoze shfaqnin dekorime madhështore në balkone dhe rrugët gëlonin nga turistët dhe banorët që festonin ardhjen e festave. Por në katin e fundit të një prej ndërtesave më të shtrenjta në rrugën Butrinti, ku çdo apartament vlente miliona dhe pamja nga deti të linte pa frym, kishte një heshtje të rëndë, pothuajse mbytëse. Ardi Berisha qëndronte para xhamave të mëdhenj të balkonit, duke mbajtur një gotë verë të kuqe që as nuk e mbante mend ta kishte mbushur. Në moshën 35 vjeçare, ai ishte trashëgimtari kryesor I grupit Berisha, një konglomerat që kontrollonte ndërmarrje imobiliare, hotele luksoze dhe investime financiare të shpërndara në të gjithë jugun e Shqipërisë. Kishte mësuar që herët të drejtonte mbledhje, të mbyllte marrëveshje milionere dhe të ruante qëndrimin e patëmet që mbiemri I tij kërkonte. Por kur nuk kishte mësuar të përballej me zbrazëtin që e priste çdo natë kur kthehej në shtëpi. Poshtë, qyteti dukej se pulsonte nga jeta. Familje shëtisnin në shëtitore, çifte bënin foto para dritave, fëmijë vraponin pas kokoshkave dhe sheqer pambukull. Ardi vëzhgonte gjithçka nga aikat I lartë si dikush që shikon një film ku nuk është pjesë. Gota e verës ishte shoqëria e tij e vetme, dhe madje edhe ajo dukej se e tallte me reflektimin e saj të vetmuar në xham. Tingulli I Chelsit që rrotullohej në brav e nxori nga transi. Ishte Elira, punonjësja përgjegjëse për pastrimin e ndërtesës, e cila gjithmonë e linte apartamentin e tij për në fund të turnit. Ajo hyri duke shtyr karrocën me produktet e pastrimit, e veshur me uniformën blu të errët me emrin e qëndisur në xhep, flokët e lidhur në një bisht kali praktik. Ishte 30 vjeç, me një fytyrë të bukur me tipare të thjeshta, sy kafe që mbanin atë dritën e dikujt që ende beson se jeta mund të habisë. Elira e njihte çdo cep të atij apartamenti. E dinte që Ardit I pëlqente që perdet të ishin gjysmë të hapura, që ai kur nuk e përdorte kuzhinën moderne dhe që salloni I pamas ishte gjithmonë I patëmet sepse ai praktikisht nuk shkelte kur aty. E dinte gjithashtu se, në javët e fundit, ai kishte filluar të kthehej më herët, gjithmonë me atë shprehje të largët, gjithmonë I vetëm. Atë natë, megjithatë, diçka e bëri të ndalonte. Ndoshta ishte fakti që ishte prag Krishtlindjesh, ndoshta ishte imazhi I tij aty, I palvizur si një statuj para asaj dritareje të madhe, duke mbajtur atë gotë sikur të ishte një mjet shpëtimi. Elira ishte nga ata njerëz që nuk përziheshin në jetën e të tjerëve, por gjithashtu nuk mund të shtirej se nuk e shihte vuajtjen kur ajo ishte mu para syve të saj. Vazhdoi punën në heshtje për disa minuta, duke fshirë sipërfaqet tashmë të pastra, duke rregulluar revistat që ishin të vendosura në mënyrë perfekte. Pastaj, duke mbledhur një guxim që as nuk e dinte nga I vinte, ndaloi pranë derës së balkonit dhe tha, me zë të butë por të vendosur, "Zoti Ardi, do t'i kaloni Krishtlindjet vetëm?" Ardi ktheu fytyrën ngadalë, sikur të kishte harruar se aty ishte një person tjetër. Ju deshën disa sekonda për të përpunuar pyetjen. Po, u përgjigj ai, me një ton që përpiqej të tingëllonte indiferent, por që doli paksa I mprehë. "Ka ndonjë problem?" Elira e ndjeu peshën e ashpërsisë, por nuk u tërhoq. Tundi kokën dhe vazhdoi, "Asnjë problem, zotëri. Thjesht, unë do të darkoj me familjen time sot. Ne banojmë aty afër, në lagjen Kodër. Është një shtëpi e thjeshtë, por gjithmonë ka ushqim me tepri dhe njerëz që qeshin me zë shumë të larë. Nëse dëshironi, jeni I ftuar." Ardi e shikoi sikur ajo të kishte folur në një gjuhë tjetër. "I ftuar? Për darkë në shtëpinë e saj?" Ideja ishte kaq absurde, kaq jashtë protokollit, sa që ai gati lëshoi një të qeshur sarkastike. Por nuk e lëshoi. Sepse, për një fraksion sekonde, mundësia për të mos kaluar edhe një natë tjetër vetëm I kaloi në përmendje si një vetëtim. U përmbajt dhe u përgjigj, duke u përpjekur të rifitonte qetësinë, "Faleminderit, por nuk është e nevojshme. Shijojeni natën me familjen tuaj."
Elira i dhuroi një buzëqeshje të vogël, pothuajse të trishtuar, dhe tundi kokën në shenjë mirëkuptimi. E kuptoj. Atëherë, gëzuar Krishtlindjet, zoti Ardi. Dhe, pa u zgjatur më, mbaroi çfarë i kishte mbetur dhe doli nga apartamenti, duke lënë pas vetëm aromën e lehtë të produkteve të pastrimit të përzier me një prekje parfumi të lirë lulesh. Kur dera u mbyll, heshtja u kthye me forcë të dy fish. Ardi mbeti aty, duke mbajtur atë gotë të mallkuar, duke ndjerë për herë të parë pas shumë kohësh se sapo kishte bërë një gabim. Kujtimi i buzëqeshjes së saj, i lehtësisë me të cilën kishte folur për shtëpinë dhe familjen, filloi t'i rrite në kokë. U përpoq të shpërqendrohej, mori celularin, kaloi nëpër mesazhet e biznesit, por asgjë nuk e mbushte zbrazëtin. Jashtë, fishekzjarët filluan të shpërthenin. Nuk ishte ende mesnatë, por familjet tashmë po festonin, duke e nisur festën më herët. Ardi pa orën. Mungonin 40 minuta për darkën. Mund të telefononte ndonjë restorant luksos, të porosiste një darkë të plot, të ulej vetëm në atë tryezë gjigante dhe të shtirej se gjithçka ishte në rregull. Ose mund të bënte diçka që nuk do ta bënte kurrë. Para se arsyeja ta ndalonte, la gotën, mori pallton e lesh, zbriti me ashensorin privat deri në garazh dhe hyri në makinën e importuar. Shtypi në GPS adresën që Elira kishte përmendur shpejt, Lagjia, Kodër. Ndërsa ngiste makinën nëpër rrugët e Sarandës, duke dalë nga zona luksoze dhe duke hyrë në lagjet më të thjeshta, Ardi ndjente zemrën t'i rrite pa rregull. Çfarë po bënte? Do të shfaqej në shtëpinë e një punoniseje, pa lajmëruar, në natën e Krishtlindjeve? Por ishte tepër vonë për t'u kthyer pas. Kur parkoi para shtëpisë së vogël, me portë të ulët dhe mur të lyrë me të bardhë. Të qëruar, pa nga dritarja e hapur skenën që dukej sikur kishte dalë nga një reklam margarin, një tryezë plot, njerëz që flisnin me zë të lartë, të qeshura, muzikë. Mori frym thellë dhe trokiti në derë. Dera u hap nga një djalë rreth 10 vjeç, me pantallona të shkurtra dhe bluzë të partizanit, i cili bërtiti brenda. Teto Eli, ka një burr këtu. Elira u shfaq menjëherë pas tij, me një përparse me lule mbi uniform, miell në fytyrë dhe shprehjen e dikujt që nuk besonte atë që shite. Zoti Ardi? Çfarë po bëni këtu? Ardi, për herë të parë pas shumë kohësh, nuk kishte një përgjigje të përgatitur. Unë ndryshova mendje. Nëse ftesa vlen ende. Elira mbeti disa sekonda në heshtje, duke e përpunuar. Pastaj hapi një buzëqeshje të gjerë, të sinqertë, dhe bëri një hap mënjan, sigurisht që vlen. Hyni. Duke kaluar pragun, Ardi u mbështoll nga një ngrohtësi që nuk kishte të bënte me temperaturën. Ishte aroma e ushqimit shtëpiak, e përsheshit me erza, e gjelit të detit që piqej, e byrekut dhe sallatës ruse. Ishte tingulli i zërave të mbivendosur, i xhaxhallarëve që tregonin barsoleta, i fëmijëve që zieshin për një lodër, i një këngë krishtlindjesh që luej në një radio të vjetër. Ishte kaosi, rëmuja, jeta që ndodhte pa filtra dhe pa protokolle. Elira e prezantoi shkurtimisht. Njerëz, ky është zoti Ardi. Ai është banor i ndërtesës ku unë punoj. Do t'i kaloj Krishtlindjet me ne. Një grua me flokë të thinjur dhe përparse me motive krishtlindjesh ju afrua, duke fshirë duart në një pecet kuzhine. Ishte teto Zana, fqinja që banonte në shtëpinë ngjitur dhe që praktikisht e kishte rritur Elirën pasi nëna e saj ishte ndarë nga jeta vite më parë. Mirë se erdhe, djalosh. Këtu askush nuk mbetet vetëm për Krishtlindje. Ulu aty se do të vë edhe një pjatë tjetër në tryezë. Ardin e quante një karrige plastike rreth një tryeze që mezi hynte në sallon. Pranë tij, një burr më i vjetër me mustaqe të thinjura i zgjati dorën. Unë jam Gja Valmiri, vëllai i babait të ndjerë të Elirës. Je i mirëpritur këtu, djalë. Elira gjithmonë thot se punon në një ndërtesë luksoze, por kur nuk e imagjinoja se do të njihja njërin prej banorëve. Darka u shërbye në pjata të ndryshme, gotat ishin prej plastike të fortë, takëmet ishin të thjeshta, por ushqimi kishte një shije që Ardi nuk e provonte që nga fëmijëria, kur gjyshja e tij ishte ende gjallë dhe gatuante në festat familjare. Ai hëngri ngadalë, duke vëzhguar bisedat. Gja Valmiri tregonte histori nga koha kur punonte si murator dhe gati sa nuk ra nga një skel. Një kushërire e Elirës ankoi për të dashurin që kishte harruar t'i blinte dhuratën. Teto Zana jepte këshilla të pakërkuara për gjithçka, duke i spërkatur me humor të mprehë. Elira e mbajti nën vëzhgim gjatë gjithë natës, gjysmë e frikësuar, gjysmë kurioze. Mos vallë ishte penduar?
Mos vallë po I dukej gjithçka e pacip, e zhurmshme, e papërshtatshme? Por kur ajo shikoi Ardin, pa diçka ndryshe në fytyrën e tij. Ai nuk po buzëqeshte, por dukej prezent. Sikur për herë të parë pas shumë kohësh, ai ishte vërtet aty dhe jo thjesht duke zënë hapësirë. Pas darkës, dikush pati idenë të luanin një lojë dhuratash sekrete të improvizuar me dhurata të marra nga brenda shtëpisë. Ardi mori një filxhan me shkrimin "Xhaxhai më I mirë në botë" dhe ju desh të shtirej se ishte dhurata më e vlefshme që kishte marrë ndonjëherë. Elira mori një libër të vjetër recetash dhe një çokoladë dhe falenderoi sikur të kishte marrë ar. Kur nata kaloi dhe fëmijët filluan të flinin të shpërndar në divan, teto Zana I ofroi Ardit divanin e vogël të sallonit. Ai pranoi, pa pyetur, pa u ankuar. Elira I solli një batanie të vjetër por të pastër, që mbante erë zbutës rrobash supermarketi dhe I tha me zë të ulët, "Faleminderit që erdhët, zoti Ardi. Ishte mirë të kishim edhe dikë tjetër këtu." Ardi e shikoi dhe, për herë të parë, u përgjigj pa maskën e ekzekutivit, "Faleminderit që më le të hyj, Elira." Ajo buzëqeshi dhe shkoi në dhomën e vogël që e ndante me kushërirën. Ardi mbeti aty, I shtrirë në divanin që ishte shumë I vogël për gjatësinë e tij, me dhimbje shpine, pa jastëk të mirë, por me ndjesinë e çuditshme se po pushonte vërtet për herë të parë pas vitesh. Dëgjoi gërhitjet e Xhav Almirit në dhomën ngjitur, zhurmën e mbytur të televizorit që dikush e kishte harruar ndezur, zhurmën e largët të fishekzjarëve në shëtitore. Dhe, çuditërisht, fjeti. Të nesërmen në mëngjes, u zgjua me aromën e kafes së freskët dhe kekut me miell misri. Teto Zana ishte në kuzhinën e vogël, duke përgatitur mëngjesin si dikush që komandon një ushtri. "Mirë mëngjes, djalosh. Fjetë mirë në atë divan të vogël aty?" "Vëbas që jo," tha ajo, me një buzëqeshje dinake. Ardi ul në tryez, ende pak I çorientuar, dhe pranoi filxhanin me kafe me qumësh që ajo I ofroi. Elira u shfaq pak më vonë, me flokët e lëshuar që I binin mbi supe, pa uniform, e veshur me një bluzë të thjeshtë dhe xhinse të zbardhura. Ajo dukej ndryshe, më e lehtë, më vetvetja. Ndërsa hanin copa keku dhe pinin kafe, Ardi pyeti, paksa me siklet, "Elira, sa kohë ke që punon në ndërtesë?" "Rreth 3 vjet," u përgjigj ajo. "Fillova menjëherë pasi babai im u nda nga jeta. Më duhej një punë fikse dhe kompania që administron ndërtesën po punësonte." Ardi tundi kokën, I menduar. "Dhe gjithmonë ke dashur të punosh me pastrim?" Elira lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa hidhërim. "Jo, zoti Ardi. Askush nuk ëndërron të pastroj shtëpitë e të tjerëve kur është fëmijë. Por jeta nuk ndjek gjithmonë skenarin që ne imagjinojmë, apo jo?" "Dhe cili ishte skenari yt?" pyeti ai me një kuriozitet të sinqert që e habiti. Elira mbeti disa sekonda në heshtje, duke përzier kafen me lugë. Pastaj tha, pothuajse në një përshpërim, "Gjithmonë kam dashur të kem një vend timin. Një kafene, e dini? Një cep mikpritës ku njerëzit të mund të ulen, të pinë një kafe të mirë, të hanë një kek shtëpie dhe të ndihen si në shtëpi. Nuk ka rëndësi nëse personi është me kostum apo me uniform pune. Një vend ku të gjithë janë të mirë pritur." Ardi e vëzhgoi me vëmendje. "Dhe pse nuk e hap?" Elira I dhuroi një buzëqeshje të trishtuar. "Parat, zoti Ardi. Mungojnë parat, mungon mundësia, tepron frika për të provuar dhe për të dështuar. Por unë e ruaj iden këtu," tha ajo, duke prekur lehtë gjoksin, afër zemrës. "Kush e di, një ditë." Teto Zana, që dëgjonte gjithçka ndërsa lante enët, u kthye dhe tha me zë të vendosur, "Vajzë, të kam thënë 1000 herë. Ti ke talent në duar, ke zemër të mirë, ke ide në kokë. Ajo që mungon është që ti të besosh se e meriton. Lëre frikën dhe shko pas asaj që është e jotja." Elira I buzëqeshi fqinjes, por nuk u përgjigj. Ardi, nga ana tjetër, ndjeu diçka të lëvizte brenda tij. Aty ishte një grua që kishte ëndra të qarta, talent, vullnet, por që ishte e bllokuar nga mungesa e burimeve dhe frika për të provuar. Dhe ai, që kishte të gjitha burimet e botës, ishte I bllokuar nga çfarë? Nga frika e kujt? Ishte radha e Elirës të pyeste, "Po ju, zoti Ardi? Gjithmonë keni dashur të punoni me atë që punoni sot?" Ardi u befasua nga pyetja. Askush nuk e pyeste zakonisht për këtë. Përgjigjja ishte gjithmonë e qartë, ai ishte trashëgimtari, kjo ishte ajo që bënte.
Por, atë mëngjes, në atë kuzhinë të vogël, ai vendosi të ishte i sinqert. Jo, tha ai. Kur isha fëmijë, doja të bëhesha arkitekt. Më pëlqente të vizatoja ndërtesa, të imagjinoja hapësira, të krijoja gjëra që mund të strehonin njerëz. Por kur babai im ndërroi jetë, unë isha 18 vjeç dhe xhaxhai im Alberti mori kontrollin e grupit derisa unë të isha gati. Gati, në këtë rast, do të thoshte të bëja atë që ai urdhëronte, të ndiqja protokollin, të bëhesha një kopje e tij. Dhe kjo ishte ajo që bëra. U bëra ekzekutiv, mësova të komandoja, të negocioja, të fitoja. Por në asnjë moment nuk më pyetën nëse kjo ishte ajo që doja. Elira e shikoi, pa thënë asgjë, por sytë e saj dukeshin se kuptonin çdo fjalë. Ishte Teto Zana që theu heshtjen, me zërin plot me mençuri praktike. Djalosh, unë nuk di asgjë për kompani, për mbledhje, për ndërtesa luksoze. Por unë di një gjë, ne kalojmë gjithë jetën duke punuar, duke vrapuar, duke u përpjekur të fitojmë para. Dhe harrojmë të pyesim pse. Përse kaq shumë para nëse, në fund të ditës, kthehemi në shtëpi të zbrazët? Përse kaq shumë punë nëse, për Krishtlindje, jemi vetëm? Nuk po them se parat nuk kanë rëndësi, sepse kanë. Por ato nuk janë gjithçka. Dhe kur e kuptojmë këtë, ka kaluar gjysma e jetës. Ardi mbeti i heshtur, duke tretur fjalët. Ishte e çuditshme të dëgjoje këshilla jete nga një zonjë që sapo e kishte njohur, në një kuzhinë të ngushtë, duke pirë kafe në një filxhan të ndryshëm nga të tjerët. Por kishte më shumë kuptim se të gjitha fjalimet motivuese që kishte dëgjuar në evente korporative të shtrenjta. Kur u përshëndet, ishte pothuajse me stil. Elira e shoqëroi deri te dera dhe Ardi tha, me një sinqeritet që e friksoi, "Faleminderit, Elira." Vërtet. Kjo ishte nata më e mirë e Krishtlindjeve që kam pasur në vite. Elira buzëqeshi, por kishte diçka në sytë e saj që dukej se thoshte, "E di që do të kthehesh në botën tënde dhe do t'i harrosh të gjitha këto." Dhe ajo nuk e kishte plotësisht gabim që mendonte kështu. Sepse, kur Ardi hyri në makinë dhe filloi të ngiste drejt rrugës Butrinti, realiteti filloi të trokiste në derë. Duke arritur në apartament, ai bëri një dush të gjatë, ndërroi rrobat dhe u ul në zyrë. Kishte 10 emaile që prisnin, mesazhe nga ortakët, njoftime për mbledhje të caktuara pas festës. Jeta reale ishte aty, duke kërkuar vëmendjen e tij. Por, për herë të parë, ai nuk arrinte të përqendrohej plotësisht. Kujtimi i asaj shtëpie të vogël, i asaj tryeze plot, i buzëqeshjes së Elirës, këmbëngulte të kthehej. Në ditët në vijim, Ardi u kthye në punë me rutinën normale, por diçka kishte ndryshuar brenda tij. Ai i vëzhgonte njerëzit në një mënyrë tjetër, i kushtonte vëmendje detajeve që më parë i kalonin pa u vënë re. Dhe, sa herë që kthehej në apartament dhe shihte gjithçka të patëmet, i mungonte aroma e kanellës, përparsja me lule, prania diskrete e Elirës. Ajo, nga ana tjetër, vazhdoi të punonte normalisht, duke bërë pastrimin e apartamentit të tij siç kishte bërë gjithmonë. Por tani kishte një ndryshim, ata shkëmbenin disa fjalë. Një mirëmëngjes më të gjatë, një koment për motin, një pyetje për familjen. Asgjë shumë të thellë, por mjaftueshëm që ajo barierë e padukshme midis shefit dhe punonjëses të fillonte të çahej. Ishte atëherë që stuhia filloi të formohej në horizon. Sepse Ardi nuk ishte thjesht një ekzekutiv çfarëdo. Ai ishte trashëgimtari kryesor i grupit Berisha dhe çdo vendim i tij, çdo lëvizje e tij, çdo marrëdhënie e tij ishte nën vëzhgim. Dhe dikush kishte filluar të vinte re se ai ishte ndryshe. Java e parë e janarit solli me vete kthimin në punë dhe me të presionin e akumuluar të festave. Ardi mbërriti në zyrën e grupit Berisha të hënën në mëngjes, duke ndjerë peshën e përgjegjësisë t'i kthehej mbi supe. Ndërtesa e biznesit ndodhej në zonën e pasur të Sarandës, me pamje të privilegjuar nga deti dhe salla me xhama që transmetonin një ndjenjë pushteti dhe kontrolli. Sekretarja e tij, Klara, një grua rreth të 40-tave, kompetente dhe diskrete, ishte tashmë në tavolinë kur ai arriti. "Mirëmëngjes, Ardi. Mirë se u ktheve. Kam një pirg dokumentesh që presin firmën tënde dhe 3 mbledhje të caktuara për sot." "Ah," dhe xhaxhajut Alberti mori në telefon. "Tha se duhet të flas me ty urgjentisht." Ardi ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Albert Berisha, vëllai i madh i babait të tij, ishte presidenti i këshillit administrativ të grupit. Kishte marrë komandën e përkohshme kur babai i Ardit ndërroi jetë dhe kur nuk i kishte lëshuar vërtet frenat, edhe pasi Ardi zyrtarisht mori postin e SAE.
Alberti ishte një njeri ashpër, konservator, i fiksuar pas reputacionit dhe paraqitjeve. Dhe kishte një talent të veçantë për ta bërë Ardin të ndihej i papërshtatshëm. Mund ta caktosh për në fund të pasdites, Klara. Do të më duhet kohë të marr frym para se të flas me të. Klara buzëqeshi me simpati, duke e njohur mirë dinamikën midis Xhaxhait dhe Nipit. Pa problem. E lë të shënuar për në orën 5 pasdite. Mbledhjet e para të ditës ishin të tensionuara. Kishte një projekt të madh bashkimi në proces me një kompani investimesh me seli në Vlorë, partnerët kapital dhe negociatat ishin në fazë kritike. Ardi u takua me Rudin Tahirin, ortakun dhe krahun e tij të djathtë, një burr 40 vjeç, tullac, me syze dhe qëndrim të qetë. Rudini ishte personi më i arsyeshëm që Ardi njihte, duke balancuar në mënyrë perfekte arsyen me humanizmin. Kemi një problem, tha Rudini sapo mbetën vetëm në sallën e mbledhjeve. Partnerët kapital po kërcënojnë të tërhiqen nga bashkimi. Thanë se ka pasur një rrjedhje informacioni konfidencial te konkurrenca. Dikush këtu brenda ka kaluar të dhëna për vlerat që ne ishim të gatshëm të negocionim. Ardi ndjeu gjakun t'i ngri. Një rrjedhje? Kush do të kishte akses në këto informacione? Rudini rregulloi syzet, i menduar. Pak njerëz. Unë, ti, Klara dhe Anila nga drejtoria financiare. Askush tjetër nuk kishte akses në shifrat e plota. Anila Koci ishte drejtoresha financiare e grupit, një grua 38 vjeçare, ambicioze, jashtëzakonisht kompetente, por gjithashtu e njohur për përzierjen e profesionalizmit me ndjenjat personale. Ajo kishte shfaqur interes për Ardin në disa raste, gjithmonë me finesë, por me këmbëngulje. Ardi kur nuk ishte përgjigjur, duke i mbajtur gjërat rreptësisht profesionale, por Anila kur nuk ishte dorëzuar plotësisht. Do të na duhet ta hetojmë këtë me kujdes, tha Ardi. Nëse partnerët kapital prishin marrëveshjen dhe hapin një proces gjyqësor, do të jetë një katastrofë. Rudini ra dakord. Do të filloj të rishikoj akseset në dosje. Por, Ardi, duhet të them diçka. Ka njerëz që komentojnë se ti po sillesh ndryshe. Më ish përqendruar. Ka diçka që po ndodh që unë duhet ta di? Ardi hezitoi. Rudini ishte miku i tij, përveç se ortak. Mund t'i besonte atij. Por si të shpjegonte se kishte kaluar Krishtlindjet në shtëpinë e punonjëses së pastrimit të ndërtesës së tij dhe se ajo natë e kishte prekur në një mënyrë që ai nuk arrinte ta shpjegonte? Jam mirë, Rudin. Thjesht i lodhur nga festat. Rudini nuk duke i bindur, por nuk këmbënguli. Në rregull. Por nëse ke nevojë të flasësh, unë jam këtu. Në fund të pasdites, Ardi u thirr në zyrën e Albertit. Zyra e Xhaxhait ndodhej në të njëjtin kat, por ishte e dekoruar në mënyrë më tradicionale, me mobilje druri të errët, piktura të vjetra dhe një tavolinë të madhe që dukej si një altar pushteti. Alberti ishte ulur pas saj, duke rishikuar letra, pa ngritur syt kur Ardi hyri. Ulu, tha ai, me zë të rëndë dhe autoritar. Ardi u ul, duke pritur. Alberti vazhdoi të lexonte për disa sekonda të tjera, në një demonstrim të qëllimshëm të atij që kontrollon kohën dhe hapësirën. Më në fund, la letrat dhe e shikoi Nipin. U ktheva nga udhëtimi dhe u informova për disa probleme. Së pari, kjo historia e rrjedhjes së informacionit në bashkimin me partnerët kapital. Kjo është e papranueshme, Ardi. Ti je në krye prej 5 vitesh dhe kur nuk kemi pasur një incident të tillë. Çfarë po ndodh? Ardi mbajti qëndrimin e vendosur. Po hetoj, Xhaxha. Rudini por i shikon të gjitha akseset. Do të zbulojmë kush ishte dhe do të marrim masat e nevojshme. Alberti goditi me dorë tavolinën, jo me forcë, por me peshën e dikujt që do të bëjë të qartë se kush komandon. Masa të nevojshme? Ardi, kjo shkon përtej masave. Kjo ka të bëjë me reputacionin. Emri Berisha nuk mund të lidhet me neglizhencë, me mungesë kontrolli. Dhe, duke folur për kontroll, mësova edhe diçka tjetër që më shqetëson edhe më shumë. Ardi ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë mund të ishte? Alberti u mbështet në karrige, me një vështrim depërtues. Më thanë se je afruar me një punonjëse. Një grua nga ekipi i pastrimit të ndërtesës tënde. Që i kalove Krishtlindjet në shtëpinë e saj. A është e vërtet kjo? Ardi ndjeu zemërimin t'i ngjitej, por e kontrolloi. Kush e tha këtë?
Nuk ka rëndësi kush e tha. Ka rëndësi nëse është e vërtetë. Ardi mori frymë thellë. Është e vërtetë. Ajo më ftoi për darkë me familjen e saj sepse unë do t'i kaloja Krishtlindjet vetëm. Pranova. Nuk shoh ndonjë problem në këtë. Alberti lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Ti nuk sheh problem? Ardi, ti je SAE i grupit Berisha. Ti nuk mund të përzihesh me punonjës të nivelit bazë. Kjo krijon precedent, thashe Theme, do bëson pozicionin tënd. Njerëzit do të fillojnë të vënë në dyshim gjykimin tënd, aftësinë tënde drejtuese. Ardi ndjeu zemërimin të shpërthente. Ajo nuk është punonjëse e grupit Xhaxha. Ajo punon në pallat. Dhe edhe sikur të ishte, nuk e kuptoj pse jeta ime personale duhet të diktohet nga protokolle korporative qesharake. Alberti u ngrit, imponues. Jeta jote personale ndikon në imazhin e kompanisë. Ti mban një mbiemër, Ardi. Dhe ai mbiemër ka peshë, ka histori, ka përgjegjësi. Nëse do të vazhdosh të jesh në krye, duhet të largohesh nga ajo grua. Është një urdhër. Ardi gjithashtu u ngrit duke e shikuar Xhaxhain. Nuk është një urdhër që do ta zbatoj. Alberti ngushtoi syt. Atëherë ndoshta është koha të rivlerësojmë pozicionin tënd në krye të grupit. Të dy mbetën në heshtje duke matur forcat. Më në fund, Ardi I ktheu shpinën dhe doli, duke përplasur derën me më shumë forcë se sa donte. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Elira mbërriti në punë në ndërtesë si gjithmonë, pa imagjinuar se emri I saj po diskutohej në korridoret e pushtetit. Ajo përshëndeti kolegët, mori karrocën e pastrimit dhe u ngjit për të filluar rutinën. Kur arriti në apartamentin e Ardit, përdori çelësin që kishte dhe hyri. Apartamenti ishte ashtu siç ajo e priste, I patëmet, I heshtur, I zbrazët. Por, duke kaluar pranë kuzhinës, vuri re diçka ndryshe. Kishte një filxhan të palar në lavaman, diçka që nuk ndodhte kurrë. Dhe, mbi tavolinën e sallonit, një fletore e hapur me shënime të shkaravitura. Ajo nuk I lexoi, sigurisht, por kuptoi se Ardi kishte kaluar natën duke punuar aty. Bëri punën e saj normalisht, por nuk arrinte të ndalonte së menduari për natën e Krishtlindjeve. Mos valli ishte penduar që kishte shkuar? Mos valli ishte dukur gjithçka e sikletshme? Mos vall ajo kishte qenë tepër ndërhyrëse duke e ftuar? Kur mbaroi pastrimin dhe po bëhej gati të dilte, dëgjoi derën të hapej. Ishte Ardi, duke ardhur më herët se zakonisht. Ai duke I tensionuar, I lodhur, me kravatën të liruar dhe flokët pak të shpupurishur. Elira, tha ai, dhe toni ishte ndryshe. Më pak formal, më njerëzor. Përshëndetje, zoti Ardi. Unë po dilja. Prit, I kërkoi ai. Doja të falenderoja për sëri. Për Krishtlindjet. Ishte shumë e rëndësishme për mua. Elira buzëqeshi, duke ndjerë zemrën t'i ngrohej. Sa mirë, zoti Ardi. Edhe për ne ishte mirë që ju kishim aty. Ata mbetën disa sekonda në heshtje, pa ditur mirë se çfarë të thoshin. Ishte Ardi që theu momentin. Elira, the se kishe dëshirë të hapje një kafene. A ke menduar seriozisht për këtë? Ke bërë ndonjë planifikim? Elira rrotulloi syt, e habitur. Po, kam menduar. Madje kam shkaravitur disa ide në një fletore. Por kur nuk jam marrë me të sepse mungojnë kaq shumë gjëra, apo jo? Parat, njohurit se si të hapësh një biznes, guximi. Ardi u afrua pak. Po të kishe një mundësi reale, do të provoje? Elira e shikoi, e hutuar. Çfarë doni të thoni? Para se Ardi të mund të përgjigjej, celulari I tij ra. Ishte Klara, me urgjencë. Ardi, duhet të flas me ty, ka të bëj me hetimin e rrjedhjes së informacionit. Mund të kthehesh në zyrë tani? Ardi pshërtiu. Po vi. Dhe e mbylli. Shikoi Elirën dhe tha, e vazhdojmë këtë bisedë më vonë, në rregull? Elira ra dakord, ende e hutuar, dhe doli nga apartamenti. Ndërsa zbriste me ashensor, nuk arrinte të ndalonte së menduari për atë që Ardi kishte pyetur. A ishte e mundur? A ishte reale mundësia për të realizuar ëndrrën? Duke u kthyer në zyrë, Ardi gjeti Rudinin dhe Klarën në sallën e mbledhjeve me shprehje serioze. Rudini filloi, ne gjurmuam akseset në dosjet konfidenciale.
Ka pasur një akses jashtë orarit të punës javën e kaluar duke përdorur hyrjen e Anilës. Ardi rudhi ballin. Anila ishte këtu jashtë orarit? Klara shtoi, jo zyrtarisht. Por kamerat e sigurisë e tregojnë atë duke hyrë në ndërtesë në orën 11 të natës të një të enjteje dhe duke dalë 2 orë më vonë. Të nesërmen, konkurenca tashmë i dinte shifrat tona. Ardi ndjeu një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Anila? Pse? Rudini rregulloi syzet. Unë kam një teori. Anila kur nuk e ka fshehur interesin që ka për ty, Ardi. Dhe, kohët e fundit, ti ke qenë i largët, madje i ftohtë me të. Ndoshta e ka bërë këtë për hakmarrje, për xhelozi, ose duke menduar se, duke sabotuar bashkimin, ajo do të detyronte të varej më shumë prej saj. Ardi kaloi dorën në përfytyr, i raskapitur. Kemi prova të mjaftueshme? Rudini tundi kokën. Kemi regjistrimet e aksesit, imazhet e kamerave dhe historikun e komunikimit të saj me ekzekutiv të kompanisë konkurrente. Mjafton për një proces gjyqësor. Thirr një mbledhje urgjente me partnerët kapital për nesër. Do të ekspozojmë gjithçka, do të paraqesim provat dhe do të tregojmë se po marrim masat e duhura. Dhe dua që Anila të largohet menjëherë. Atë natë, Ardi u kthye në apartament i raskapitur. U ul në divan dhe mbeti duke parë në boshllëk. Gjithçka po shembej në të njëjtën kohë, kompania, marrëdhënia me Xhaxhain, besimit e ekipi. Por, çuditërisht, e vetmja gjë që i sillte pak lehtësim ishte kujtimi i Elirës, i atij buzëqeshjeje të thjeshtë, i asaj lehtësie. Në ditët në vijim, situata korporative u intensifikua. Mbledhja me partnerët kapital ishte e tensionuar, por duke paraqitur provat e rrjedhjes së informacionit dhe largimin e menjëhershëm të përgjegjëses, Ardi arriti të rifitonte një pjesë të besimit. Bashkimi nuk u anulua, por kushtet u bën më të rrepta, me klauzola mbikëqyrjeje dhe penalitete në rast incidentesh të reja. Anila u thirr në një mbledhje me Ardin, Rudinin dhe departamentin ligjor. Ajo hyri në sallë me qëndrim mbrojtës, duke e ditur tashmë se ishte në kurth. Ardi shkoi drejt e në temë. Anila, kemi prova që ke aksesuar informacione konfidenciale jashtë orarit të punës dhe i ke kaluar këto të dhënat e konkurrenca. Ke diçka për të thënë? Anila u përpoq të mohonte, por përballë provave të paraqitura, përfundimisht u dorëzua. Me sy të përlotur, por me zë plot zemërim, ajo shpërtheu, ti kur nuk më pe, Ardi. Kur nuk më shikoje si grua. Vetëm si një punonjëse të dobishme. Bëra gjithçka për këtë kompani, punova më shumë se kushto dhe ti më trajtoje me indiferencë. Ndërkohë, lëpin pështymën për një pastruese çfarëdo që nuk ka asgjë për të ofruar. Ardi ndjeu zemërimin të shpërthente, por e mbajti zërin të kontrolluar. Së pari, Elira nuk është një pastruese çfarëdo. Ajo është një grua punëtore, e denjë dhe me ëndra të saj. Së dyti, përzierja e ndjenjave personale me sabotazhin korporativ është e papranueshme. Je e larguar menjëherë dhe rasti do të trajtohet nga avokatët. Mund të largohesh. Anila doli nga salla me lot, por me një vështrim urrejtjeje që të ngrinte gjakun. Rudini, pran Ardit, komentoi, kjo do të shkojë në gjyq. Ajo nuk do ta pranojë në heshtje. Ardi pshërtiu. E di. Por ne bëm atë që duhej të bënim. Ndërsa gjithë kjo ndodhte në botën korporative, Elira vazhdonte jetën e saj të thjeshtë. Punonte në ndërtesë, kthehej në shtëpi, ndihmonte teto zanën me punët, kujdesej për kushërirën më të vogël. Por diçka kishte ndryshuar brenda saj që nga ajo bisedë me Ardin. Ajo kishte filluar të shkaraviste ide në fletore me më shumë seriozitet, duke kërkuar në internet se si të hapte një biznes të vogël, duke parë video për sipërmarrjen. Një pasdite, ndërsa pastronte apartamentin e Ardit, ajo gjeti një shënim të lënë mbi tavolinën e kuzhinës. Ishte shkruar me dorë, me shkrim të vendosur, Elira, mos hiq dorë nga ëndrat e tua. Ti ke talent dhe meriton një shans. Nëse ke nevojë për ndihmë për të filluar, unë jam këtu. Ardi. Elira ndjeu sytë ti përloteshin. E mbajti shënimin me kujdes, sikur të ishte diçka e çmuar. Por, në të njëjtën kohë, një zë brenda saj i thoshte, kujdes. Ai është nga një botë tjetër. Mos e lejo të bëhet shpresa jote. Ti duhet të arrish këtë vetë. Ishte në këtë moment që Klara, sekretarja e Ardit, i kërkoi të flisnin.
Të dyja u takuan në një lokal afër ndërtesës në fund të një pastiteje. Klara ishte e drejt për drejt, Elira, e di që ti dhe Ardi jeni afruar. Dhe doja të paralajmëroja për diçka. Xhaxha i ti, Alberti, po bën presion që Ardi të largohet nga ty ai të sheh si një kërcënim për reputacionin e familjes. Dhe, nëse Ardi nuk lëshon pe, ai mund të humbas postin e tij. Elira ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Nuk dua të jem barë në jetën e askujt, Klara. Unë thjesht isha e sjellshme me të sepse ai ishte vetëm. Nuk kisha qëllime të dyta. Klara preku dorën e Elirës. E di. Dhe Ardi gjithashtu e di. Por problemi nuk jeti është bota në të cilën jetojmë. Një botë ku ekzistojnë klasa, hierarki, protokolle absurde. Dhe kjo botë nuk pranon përzierje. Elira mbeti në heshtje duke përpunuar. Pastaj pyeti, çfarë mendon se duhet të bëj? Klara pshertiu. Mendoj se duhet të mbrohesh. Të largohesh para se kjo të lëndoj edhe më shumë. Por gjithashtu mendoj se ti meriton të ndjekësh ëndrat e tua. Jo për shkak të Ardit, por për veten tënde. Po të ishit në vendin e Elirës, do të ishit larguar për të mbrojtur Ardin apo do të kishit luftuar për afrimin? Na tregoni në komente. Atë natë, Elira u kthye në shtëpi me zemër të rënduar. U ul në kuzhinën e vogël, mori fletoren ku shkaraviste idetë e kafenes dhe filloi të shkruante një letër. Nuk ishte e gjatë, nuk ishte dramatike, por ishte e sinqertë. Thoshte se nuk donte të ishte arsyeja që ai të humbiste gjithçka që kishte ndërtuar, se nuk donte të shihej si një oportuniste, se preferonte të largohej sesa të ishte barë në jetën e tij. Të nesërmen në mëngjes, la letrën në një zarf të mbyllur në recepcionin e ndërtesës, të adresuar për Ardi Berishën. Dhe, bashkë me letrën, dorëzoi letrën e saj të dorëheqjes të mbikëqyrësi i ekipit të pastrimit. Tha se po largohej për arsye personale, falenderoi për mundësinë dhe kërkoi që largimi të ishte i menjëhershëm. Kur Ardi arriti në apartament atë natë dhe pa zarfin në tavolinën e vogël të hyrjes, ndjeu zemrën t'i binte. E hapi me duar që dridheshin dhe lexoi çdo fjalë. Letra ishte e shkurtër, por çdo fjali ishte si një goditje thike. Ardi, faleminderit për gjithçka. Por botët tona janë shumë të ndryshme. Nuk dua që ti të humbasësh atë që është e jotja për shkakun tim. Kujdesu për veten. Elira. Ardi e zhubrosi letrën me zemërim dhe doli me vrap. Mori makinën dhe nga u deri në shtëpinë e saj në lagjen Kodër. Trokiti në derë me urgjencë. Teto Zana hapi, e habitur. Djalosh, çfarë ka ndodhur? Duhet të flas me Elirën. Të lutem. Teto Zana thiri Elirën, e cila u shfaq me shprehje të frikësuar. Ardi, çfarë po bën këtu? Pse e bëre këtë? Pse dhe dorëheqjen? Pse po ikën? Elira mori frym thellë, duke kontrolluar lotët. Sepse nuk dua të jem justifikimi që ti të humbasësh gjithçka, Ardi. E di që xhaxha yt po të bën presion. E di që njerëzit po flasin. Dhe unë nuk do të jem fajtorja për këtë. Ardi bëri një hap përpara. Ti nuk je fajtore për asgjë, Elira. Unë i kam marrë vendimet e mia, unë erdha në shtëpinë tënde për Krishtlindje sepse doja. Unë u afrova me ty sepse doja. Dhe nëse ka dikë që duhet të ndryshoj në këtë histori, jam unë, jo ti. Elira tundi kokën me sy të përlotur. Nuk ka kuptim, Ardi. Bota nuk funksionon kështu. Ne nuk mund t'i detyrojmë gjërat të përshtaten vetëm sepse duam. Ndonjëherë, e drejta është të pranosh se rrugët janë të ndryshme. Po sikur unë të mos dua ta pranoj. Elira buzëqeshi, e trishtuar. Atëherë do të duhet të mësosh. Dhe, me delikatesë, mbylli derën. Ardi mbeti jashtë, duke ndjerë peshën e refuzimit, por gjithashtu duke kuptuar forcën që ajo grua kishte. Ajo nuk po ikte nga frika. Po mbronte veten. Dhe ai duhej ta respektonte këtë. U kthye në apartament atë natë dhe, për herë të parë, heshtja nuk ishte vetëm zbrazëti. Ishte e dhimbshme. Ditët në vijim ishin të çuditshme dhe të vështira për të dy. Ardi zgjoi çdo mëngjes në apartamentin e patëmet, por tani heshtja kishte një peshë tjetër. Nuk ishte më zbrazëtia e zakonshme, ishte mungesa e diçkaje që ai e kishte zbuluar shumë vonë se i duhej.
Ai përpiqej të përqendrohej në punë, në mbledhjet e pafundme, në raportet që grumbulloheshin, por mendja këmbëngulte të kthehej në atë shtëpi të vogël në lagjen Kodër, te buzëqeshja e Elirës, te aroma e ushqimit shtëpiak. Bashkimi me partnerët kapital më në fund u përfundua, me kushte më të rrepta se sa ishte planifikuar, por gjithsesi përfaqësonte një përparim të rëndësishëm për grupin Berisha. Rudini festoi me shampanjë franceze në sallën e mbledhjeve, por Ardi Mezi e preku gotën. Rudini e vuri re, sigurisht, dhe e tërhoqi mikun për një bisedë private. Ardi, ti e shpëtove këtë bashkim. Ekspozove sabotazhin, mbrojte kompaninë, ruajte integritetin e grupit. Por unë të njoh prej kohësh mjaftueshëm për të ditur kur diçka po të konsumon nga brenda. Ka të bëj me të, apo jo? Ardi pshërtiu duke liruar kravatën. Po, Rudin. Ka të bëj me të. Por ka të bëj edhe me mua. Kam kaluar vite duke jetuar në mënyrë automatike, duke bërë atë që pritej, duke ndjekur protokolle, duke përmbushur role. Dhe pastaj, në një natë krishtlindjesh, ndjeva për herë të parë pas shumë kohësh se çdo të thotë të jesh gjallë vërtet. Dhe tani ajo është larguar, dhe unë nuk di si ta rregulloj këtë. Rudini rregulloi syzet, i menduar. A ke ndaluar ndonjëherë të mendosh se ndoshta problemi nuk është të rregullosh, por të respektosh? Ajo mori një vendim të vështirë për të mbrojtur veten. Dhe ti, dashur pa dashur, përfaqëson një botë që gjithmonë e ka vënë atë në disavantazh. Nëse vërtet të intereson ajo, duhet ta provosh me vepra, jo me fjalë. Ardi shikoi ortakun e tij. Çfarë sugjeron? Rudini buzëqeshi. Ndrysho. Jo për të tjerët, por për veten tënde. Nëse do një jetë ndryshe, ndërto një jetë ndryshe. Dhe lëre atë ta shoh këtë, pa presion, pa kërkesa. Nëse është për të qenë, do të jetë. Por duhet të jetë në kohën e duhur. Ardi i përthithi fjalët dhe, për herë të parë pas disa javësh, ndjeu diçka të ngjashme me shpresën. Në anën tjetër të qytetit, Elira po jetonte transformimin e saj. Pasi dha dorëheqjen nga ndërtesa, kishte kaluar disa ditë pa ditur mirë se çfarë të bënte. Parat ishin pak, faturat nuk pushonin së ardhuri, dhe frika se kishte marrë vendimin e gabuar e torturonte. Por teto Zana, me mençurinë e saj të dikujt që ka jetuar shumë, nuk e la vajzën të fundosej. Elira, mjaft u ankoce aty dhe shko bëj diçka. Ke dorë të mirë për të gatuar, ke receta që të gjithë i duan. Fillo t'i shesësh. Bëj ëmbëlsira, kek, gjëra të kripura. Shko në tregjet e vogla, në tregjet e rrugës. Fitoje paran tënde me dinitet dhe, kush e di, mblidh mjaftueshëm për të hapur atë kafenen për të cilën flet aq shumë. Elira shikoi fqinjen, me syt ende të kuq nga të qarat. Por nuk di si të filloj, teto Zana. Nuk kam pajisje, nuk kam para për të blerë përbërës në sasi, nuk di as si ta reklamoj. Teto Zana goditi me dorë tavolinën. Vajz, ti mendon se unë e fillova nga asgjëja me çfarë? Me plan biznesi? Unë fillova duke shitur kokos në derën e kishës. Një nga një, me parat që kisha. Dhe i mblodha, u rrita, u përmirësova. Ti bëj të njëjtën gjë. Fillo e vogël. Bëj 10 brigadeiro, shiti. Me parat, bli përbërës për 20. Dhe rritu kështu. Është ngadalë, por është e jotja. Fjalët e fqinjes ndezën diçka brenda Elirës. Atë pas dite, ajo mori parat e pakta që kishte kursyer, shkoi në market dhe bleu qumësht të kondensuar, kakao, gjalp, sheqer, vezë, miell. U kthye në shtëpi dhe kaloi natën duke bërë brigadeiro, beinos, cajuzinos, copa keku me karot me mbulesë çokollate. Teto Zana e ndihmoi, duke provuar çdo recetë, duke dhënë sugjerime, duke rregulluar shijet. Të nesërmen në mëngjes, Elira u zgjua herët, rregulloi gjithçka në enë plastike të pastra, vendosi etiketa të bëra me dorë me emrat e ëmbëlsirave dhe çmimet, mori një çantë termike hua nga fqinja dhe shkoi në tregun e lagjes. Ngriti një tezgë të improvizuar në një tavolinë plastike, shpërndau ëmbëlsirat dhe priti. Në fillim, ishte e vështirë. Njerëzit kalonin, shikonin, por nuk ndalonin. Elira ndjente turpin t'i shtrëngonte fytin, por e detyronte veten të buzëqeshte, të ofronte një mostër, të tregonte se ishin. Receta shtëpie të bëra me dashuri. Pak nga pak, disa njerëz filluan të provonin. Dhe t'u pëlqente. Një zonjë bleu një kuti të tërë brigadeiro për t'u çuar nipërve.
Një burr i moshës së mesme bleu 3 copa keku për gruan e tij. Një nën e re bleu beinos për festën e ditëlindjes së djalit. Në fund të mëngjesit, Elira kishte shitur pothuajse gjithçka. Numëroi parat me duar që dridheshin dhe pas se kishte fituar mjaftueshëm për të blerë përbërës për 2 fishin e prodhimit. U kthye në shtëpi me zemrën që i rrite shpejt, sytë që i shkëlqenin dhe teto Zana e priti me një përqafim të ngushtë. E dija, vajzë. E dija që do t'ja dilje. Rutina filloi të formohej. Çdo natë, Elira dhe teto Zana gatuanin bashk, duke testuar receta, duke përsosur shijet. Gjatë ditës, Elira shkonte në tregje, derisa filloi të pranonte porosi nga fqinjet dhe të njohurit. Fjala filloi të përhapej. Njerëzit flisnin për ëmbëlsirat e asaj vajze simpatike që shiste gjëra të shijshme. Një pasdite, ndërsa Elira ishte në një treg afër shëtitores, një burr me kostum të prerë mirë ju afrua tezgës. Ai provoi një brigadeiro, pastaj një copë keku dhe buzëqeshi i impresionuar. Këto ëmbëlsira janë të mahnitshme. I ke bërë të gjitha vetë? Elira buzëqeshi, krenare. Unë dhe fqinja ime. Gjithçka është shtëpiake, e bërë me përbërës të freskët. Burri nxori një kartvizit nga xhepi dhe ia dha asaj. Emri im është Fatmir Aliu. Punoj në një kompani investimesh që mbështet sipërmarrësit e vegjël lokal. Nëse ke interes të zgjerosh biznesin tënd, më telefono. Mendoj se ke potencial. Elira mori kartën me duar që dridheshin. Seriozisht? Seriozisht. Por më kërko vetëm kur të jesh gati. Kur të kesh një plan, një ide të qartë se çfarë do të bësh. Ne ndihmojmë ata që kanë drejtim, jo ata që kanë vetëm një ëndër të vagull. Elira e ruajti kartën si të ishte një thesar. Atë natë, i tregoi gjithçka teto Zanës, e cila gati sa nuk kërceu nga gëzimi. Fqinja solli një fletore të vjetër dhe tha, tani është koha t'i hedhësh gjithçka në letër, vajzë. Do një kafene? Atëherë vizatoje atë. Si do të jetë? Ku do të jetë? Çfarë do të ketë në menu? Sa do të kushtoj? Hidh gjithçka në letër. Elira kaloi javët në vijim duke shkaravitur ide. Kërkoi për ambiente tregtare të lira në zonë, studioi çmimet e qiras, bëri lista të pajisjeve të nevojshme, krijoi menu të thjeshta por tërheqëse. Teto Zana e ndihmonte me llogaritjet praktike, duke i shpjeguar si të llogariste marzhin e fitimit, si të mos hynte në borxhe, si të rritej ngadalë por me siguri. Ndërkohë, Ardi po kalonte transformimin e tij. Kishte filluar të delegonte më shumë detyra, duke i besuar Rudinit dhe ekipit të ri që po formohej pas largimit të Anilës. Reduktoi orarin absurd të punës që mbante, filloi të refuzonte mbledhje të panevojshme, filloi të thoshte jo për angazhime shoqërore që nuk kishin kuptim. Në orët e lira që tani ekzistonin, Ardi filloi të ecte nëpër qytet. Jo si turist, por si dikush që po rizbulonte vendin ku jetonte. Filloi të frekuentonte restorante të thjeshta, të ulej në stolat e parqeve, të vëzhgonte lëvizjen e njerëzve. Filloi të vinte re gjëra që gjithmonë kishin qenë aty, por që ai kur nuk I kishte parë, zotëria që shiste kokoshka në shëtitore, nëna e re që vraponte pas fëmijëve binjak, grupi I të moshuarve që luanin domino nën hijen e pemëve. Në një nga këto shëtitje, një të shtunë pasdite, Ardi kaloi pranë një tregu artizanati dhe ushqimi afër plazhit. Dhe ishte aty, mes tezgave me ngjyra dhe aromës së ushqimit shtëpiak, që e pa atë. Elira ishte pas një tavoline të vogël druri, duke shitur ëmbëlsirat e saj, duke biseduar me një kliente me atë buzëqeshjen që ai e njihte aq mirë. Zemra e Ardit filloi të rritë shpejt. Ai mbeti në një distancë të caktuar, duke vëzhguar. Ajo ishte ndryshe. Flokët I kishte më të shkurtër, të prerë deri te supet. Kishte veshur një bluzë të thjeshtë por të bukur, xhinse dhe një përparse me ngjyra të lidhur në bel. Duke e lodhur, por gjithashtu duke e lumtur. E realizuar. Sikur të ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Ardi u afrua ngadalë, duke u përpjekur të kontrollonte nervozizmin. Kur Elira ngriti sytë dhe e pa, shpreha e saj kaloi nëpër një sër emocionesh, habi, frikë, gëzim, konfuzion. Ajo mbeti në heshtje, pa ditur se çfarë të thoshte. Përshëndetje, Elira, tha Ardi, me zë pak të dridhur. Përshëndetje, Ardi, u përgjigj ajo, dhe nuk ishte më zoti Ardi. Ishte vetëm Ardi. Mund të blej disa ëmbëlsira? Elira hezitoi, por tundi kokën në shenjë pohimi.
Ardi kërkoi nga pak prej gjithçkaje, mbushi 2 qese, këmbënguli të paguante më shumë se vlera e shënuar. Elira refuzoi shtesën, por pranoi pagesën e drejtë. Je mirë? Pyeti ai. Jam. Po ti? Po përpiqem. Po ndryshoj disa gjëra. Ata mbetën në heshtje, me kaq shumë gjëra për të thënë, por pa ditur nga t'ia fillonin. Ishte Elira që foli e para. Ardi, nuk dua të mendosh se të refuzova. Unë thjesht duhej të mbroja veten. Dhe, më shumë se kaq, duhej t'i provoja vetes se mund t'ia dal vetë. Se nuk jam vetëm personi që pastron shtëpitë e të tjerëve. Se kam vlerën time. Ardi ndjeu një shtrëngim në fy. E di. Dhe ke të drejtë. Ti gjithmonë ke pasur vlerë, Elira. Vetëm se unë vonova për ta kuptuar se e gjithë bota ishte gabim, jo ti. Elira buzëqeshi me sy të përlotur. Faleminderit për këtë. Dhe kjo tezga? Është fillimi i kafenes? Elira lëshoi një të qeshur të lehtë. Është embrioni i saj. Po mbledh para, po bëj kontakte, po mësoj. Madje mora kartën e një investitori që do të më ndihmoj kur të jem gati. Ardi ndjeu një krenari të pamas. Do t'ja dalësh. Jam i sigurt për këtë. Ata biseduan edhe disa minuta të tjera për gjëra të parëndësishme, për motin, për ëmbëlsirat, për tregun. Pastaj Ardi u përshëndet, pa bërë presion, pa kërkuar asgjë. Vetëm tha, nëse ke nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, unë jam këtu. Por në kohën tënde, pa nxitim. Elira tundi kokën dhe Ardi u largua, duke mbajtur qeset me ëmbëlsira dhe një ndjenjë të çuditshme pa qeje. Ai nuk kishte rregulluar gjithçka, nuk kishte zgjidhur problemet, por kishte bërë hapin e parë, kishte respektuar hapësirën e saj. Në javët në vijim, Ardi dhe Elira filluan të takoheshin her pas here, gjithmonë në tregjet ku ajo shiste. Ai kalonte, blinte disa ëmbëlsira, bisedonin shkurtimisht dhe ai largohej. Pa presion, pa kërkesa, pa premtime. Vetëm prani. Ndërkohë, Elira më në fund mblodhi guximin dhe i telefonoi Fatmir Aliut, investitorit. Caktoi një takim për të paraqitur projektin e saj. Kaloi ditë duke u përgatitur. Duke organizuar idetë në fletore, duke provuar fjalimin. Teto Zana e ndihmoi duke i bërë pyetje të vështira, duke i treguar pikat e dobëta në planifikim, duke e detyruar Elirën të mendonte për çdo detaj. Në ditën e takimit, Elira mbërriti në zyrën e Fatmirit me zemrën që i rrite fort. Kishte veshur rroba të thjeshta por të rregullta, mbante një dosje letre me shënimet dhe një tabaka me ëmbëlsira për të prezantuar. Fatmiri e priti me simpati bashkë me 2 ortak të tjerë. Pra, Elira, na trego për projektin tënd. Elira mori frym thellë dhe filloi. Foli për kafenen që donte të hapte, një hapësirë mikpritëse ku të gjithë njerëzit do të ishin të mirëpritur, pavarësisht nga rrobat që vishnin apo llogaria bankare që kishin. Shpjegoi se donte një menu të thjeshtë, me kafe speciale, kek shtëpie, gjëra të kripura dhe ëmbëlsira të bëra me receta tradicionale. Tregoi shifrat që kishte llogaritur, ambientet tregtare që kishte kërkuar, strategjinë e reklamimit që planifikonte. Fatmiri dhe ortakët e tij provuan ëmbëlsirat, bën pyetje, sfiduan disa ide, lavdëruan të tjera. Në fund, Fatmiri u mbështet në karrige dhe tha, Elira, projekti yt ka koherencë, ka pasion dhe, mbi të gjitha, ka autenticitet. Ne marrim 10 propozime në muaj, por shumica janë vetëm kopje të modeleve të gatshme. Ti solle diçka të nden. Diçka reale. Jemi të gatshëm të financojmë projektin pilot. Elira ndjeu këmbët t'i dridheshin. Seriozisht? Seriozisht. Do të strukturojmë një kontratë të drejtë, ku ti mban pronësinë shumicë dhe ne hymë si investitor me pjesëmarrje minoritare. Do të ndihmojmë me pjesën burokratike, ligjore dhe financiare. Por zemra e biznesit është e jotja. Elira doli nga ai takim duke fluturuar. I telefonoi Teto Zanës nga celulari duke bërtitur nga gëzimi dhe fqinja qau në telefon sikur të ishte vajza e saj. Atë natë, shtëpia e vogël në lagjen Kodër u kthye në një qendër feste. U shfaqën fqinje, telefonuan të afërm të largët, të gjithë donin të uronin Elirën. Në ditët në vijim, Elira filloi të vizitonte ambiente të mundshme tregtare. Pa disa vende, por asnjë nuk i duke i duhuri. Derisa, një pasdite, kaloi pranë një hapësire të vogël afër shëtitores, midis zonës së lëvizshme dhe asaj të qetë.
Ishte një dyqan i vjetër që ishte mbyllur me vitrin të pluhurosur dhe mure të qëruara. Por kishte diçka në atë vend, një energji, një mundësi. Elira hyri, eci në për hapësirën e zbrazët, imagjinoi ku do të ishin tavolinat, ku do të ishte banaku, ku do të ishte kuzhina. Arriti të shihte gjithçka, bimët e varura, dritat e ngrohta, aromën e kafes me kanell, njerëzit që bisedonin, qeshnin, ndiheshin si në shtëpi. Këtu është, përshpëriti ajo. Në këtë vend. Ndërsa Elira planifikonte të ardhmen e kafenes, Ardi vazhdonte të transformonte jetën e tij. Kishte reduktuar në mënyrë drastike orarin e punës, kthehej në shtëpi më herët, madje filloi të gatuante disa vakte të thjeshta. Rudini vuri re ndryshimet dhe komentoi, dukesh më i lehtë, Ardi. Më njerëzor. Ardi buzëqeshi. Po mësoj, Rudin. Ngadalë, por po mësoj. Një pasdite, Ardi vendosi të bënte diçka që e kishte menduar prej ditësh. Mori letër e stilolaps dhe shkroi një letër të shkurtër me dorë. Nuk ishte një deklaratë dashurie, nuk ishte një përpjekje për të rifituar. Ishte vetëm një mesazh i thjeshtë, duke uruar Elirën për projektin e aprovuar dhe duke i uruar sukses. Nënshkroi vetëm me inicialin A dhe një vizatim të vogël të një filxhani kafeje. Kaloi me makinë para shtëpisë së Elirës, kur e dinte se ajo nuk ishte aty, dhe la letrën në kutinë postare. Nuk priti përgjigje, nuk kërkoi kthim. Vetëm donte që ajo ta dinte se ai ishte i lumtur për të. Kur Elira gjeti letrën, e lexoi me zemër të shtrënguar. Shkrimi ishte i vendosur, fjalët ishin të sinqerta, gjesti ishte delikat. Ajo e ruajti letrën në një sirtar, bashkë me shënimin që ai kishte lënë në apartament javë më parë. Nuk u përgjigj, por as nuk harroi. Rrugët e të dyve vazhdonin të ishin të ndara, por jo të largëta. Të dy po rriteshin, secili në mënyrën e vet, secili në kohën e vet dhe, ndoshta, pikërisht kështu duhej të ishte. Javët në vijim ishin me punë intensive për Elirën. Me kontratën e nënshkruar me investitorët, ajo kishte akses në burime që kur nuk i kishte imagjinuar, por kishte edhe përgjegjësi që e friksonin. Fatmiri dhe ekipi i tij e ndihmuan me gjithë pjesën burokratike, hapjen e niptit, lejet, licencat sanitare, kontratat me furnitorët. Por zemra e projektit, thelbi i kafenes, ishte i saj. Hapësira e zgjedhur afër shëtitores filloi të merrte jetë. Elira punsoi një murator të vogël nga lagja për të bërë rinovimet bazë, i lyu muret vetë me ndihmën e Teto Zanës dhe disa fqinjeve që u ofruan. Zgjodhi çdo detaj me kujdes, tavolina druri rustike por të rehatshme, karrige të ndryshme që i jepnin një sharm unik, bimë të varura në vazo balte, drita të ngrohta që krijonin një atmosferë mikpritëse. Në murin kryesor urdhëroi të pikturohej emri që kishte zgjedhur, Shtëpia e Elirës. Nuk ishte një emër i sofistikuar, nuk ishte në anglisht, nuk përpiqej të impresiononte. Ishte i thjesht, i drejt për drejt, i vërtet. Ishte shtëpia e saj, e hapur për të gjithë. Gjatë rinovimit, Elira zgjoi herët, kalonte ditën në ambient, duke mbikëqyrur çdo detaj, duke testuar receta në kuzhinën e improvizuar, duke planifikuar menun. Teto Zana e vizitonte çdo ditë, duke i sjell ushqim, duke dhënë mendime, duke ndihmuar me çfarë të mundte. Klara, ish sekretarja e Ardit, gjithashtu filloi të shfaqej. Ishte afruar me Elirën që nga ajo bisedë në lokal dhe u ofrua të ndihmonte me pjesën administrative, duke rishikuar kontrata, duke organizuar dokumente, duke i mësuar gjëra që Elira kur nuk i kishte mësuar. Ju të dyja u bë të shoqe të vërteta, komentoi Teto Zana, duke vëzhguar Klarën dhe Elirën duke qeshur ndërsa organizonin raftet. Klara buzëqeshi. Elira më kujton pse hyra në këtë fushë, e dini? Për të ndihmuar njerëzit të realizojnë ëndrat, jo vetëm për të bërë që shifrat të përputhen. Ndërkohë, Ardi vazhdonte jetën e tij në Sarand, por tani në një mënyrë tjetër. Kishte marrë një qëndrim më të vendosur me Xhaxhain Albertin, duke i bërë të qartë se vendimet e tij personale nuk do të diktoheshin nga kompania. Albertit nuk i kishte pëlqyer, sigurisht, dhe tensionet familjare vazhdonin, por Ardi nuk u dorëzua. Rudini e mbështeti plotësisht, duke e ndihmuar të ristrukturonte menaxhimin e grupit në mënyrë që Ardi të mund të kishte një jetë përtej punës. Ardi filloi t'i kushtonte një pasdite në javë vizitave në projekte sociale në rajon, duke biseduar me sipërmarrës lokal, duke njohur histori njerëzish që ndërtonin biznese me duart e tyre. Ishte në një nga këto vizita që dëgjoi për shtëpinë e Elirës, kafenen e re që po ngrihej nga një vajzë që kishte filluar duke shitur ëmbëlsira në tregje.
Ai e dinte se ishte Elira. Dhe, edhe pse donte të shkonte me vrap atje, u përmbaj. Ajo po ndërtonte diçka të sajen, diçka që nuk kishte të bënte me të. Dhe ai duhej ta respektonte këtë. Por nuk arrinte të ndalonte së menduari. Si po bëhej ambienti? Apo arrinte të përballonte gjithë presionin? A ishte e lumtur? Një natë, ulur në apartament, Ardi mori një vendim. Nuk do të shfaqej pa u ftuar, por do të bënte diçka diskrete, diçka që tregonte se ai ishte afër, pa i pushtuar hapësirën. Telefonoi një lulishte dhe kërkoi të dërgonin një tufë të thjesht lulesh në adresën e shtëpisë së Elirës, me një kartolinë ku shkruaj vetëm, uroj që ky vend të strehoj shumë histori. Oh! Kur Elira mori lulet, e njohu menjëherë shkrimin në kartolinë. Ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por gjithashtu buzëqeshi. E vendosi tufën në banakun e kafenes, ku të gjithë mund ta shihnin, dhe vazhdoi të punonte. Data e inaugurimit u caktua për një të shtunë në mëngjes. Elira ishte aq nervoze sa që gati nuk fjeti natën më parë. Teto Zanës ju desh praktikisht ta tërhiqte zvarr për në krevat, duke i thënë se rrafët e zinj nën sy nuk shkonin me ditën e festës. Në mëngjesin e inaugurimit, Elira mbërriti në ambient kur ishte ende errësirë. Ndezi dritat, verifikoi çdo detaj për të njëmitën herë, filloi të përgatiste kekët dhe ëmbëlsirat e para. Aroma e kafes së freskët dhe kanellës filloi të pushtonte ambientin. Teto Zana mbërriti pak më vonë, e veshur me fustanin e saj më të mirë dhe një përparse të pastër, gati për të ndihmuar me çfarëdo që të duhej. Në orën 8 të mëngjesit, kur hapën dyert, tashmë kishte njerëz që prisnin. Fqinje nga lagjja që e njihnin Elirën që fëmijë, klient besnik që blinin ëmbëlsirat e saj në tregje, kureshtarë që kishin parë reklamën në rrjetet sociale. Klientja e parë ishte një zonjë me flokë të bardhë që kërkoi një kafe me qumësht dhe një copë keku me miell misri. Pasi e provoi, ajo mbylli sytë dhe tha, "Kjo ka shije fëmijërie." "Faleminderit, bija ime." Elira ndjeu sytë t'i përloteshin. Ishte pikërisht kjo që ajo donte, t'i bënte njerëzit të ndiheshin si në shtëpi. Lëvizja ishte e vazhdueshme gjatë gjithë mëngjesit. Njerëz të gjitha llojeve, zotërinj me kostum që ndaluan para se të shkonin në punë, nëna të reja me fëmijë, studentë që kishin nevojë për një vend të qetë për të studiuar, punëtor krahu që hyn pak të turpshëm por dolën duke buzëqeshur. Elira i shërbente të gjithëve me të njëjtën dashamirësi, bisedonte, pyeste nëse ishte e shijshme, falenderonte për praninë. Në mes të mëngjesit, Klara u shfaq me një buqet lulesh dhe një përqafim të ngushtë. "Jam kaq krenare për ty, Elira." Ja dole. Fatmiri dhe investitorët e tjerë gjithashtu kaluan aty, provuan gjithçka, lavdëruan rezultatin dhe garantuan se ishin në dispozicion për çfarëdo që ajo të kishte nevojë. Elira falenderoi me lot në sy. Ja kishte dalë. Kishte realizuar ëndrrën. Në fund të pasdites, kur lëvizja filloi të paksohej dhe Elira më në fund mundi të merrte frym, ajo ul në një nga tavolinat afër dritares dhe shikoi përreth. Ajo hapësirë ishte e saj. Çdo tavolinë, çdo filxhan, çdo bim, çdo detaj. Ishte e saj sepse ajo kishte luftuar për të, kishte besuar kur dukej e pamundur, kishte punuar kur ishte tepër e lodhur. Ishte në këtë moment që dera u hap dhe Ardi hyri. Ai ishte ndryshe, pa kostum, i veshur me një këmishë të thjeshtë dhe xhinse, flokët pak të shpupurishur nga era. Shikoi përreth duke admiruar çdo detaj dhe pastaj pa Elirën të ulur aty. "Përshëndetje," tha ai me një buzëqeshje pak të turpshme. "Përshëndetje," u përgjigj ajo duke ndjerë zemrën të rrite më shpejt. Ardi u afrua ngadalë. "Mund të ulem?" Elira i bëri shenjë karriges përballë. Ardi u ul duke shikuar sërish përreth. "Është e mahnitshme, Elira." Pikërisht siç e përshkrove atë mëngjes Krishtlindjesh. "Faleminderit." "Dhe faleminderit edhe për lulet." Ardi buzëqeshi. "Doja të isha këtu që në fillim, por mendova se do të ishte më mirë të jepja hapësirë. Por sot, në ditën e inaugurimit, nuk munda të qëndroja larg. Shpresoj të mos të bezdis." Elira tundi kokën. "Nuk më bezdis. Në fakt, jam e lumtur që erdhe." Ata mbetën në heshtje për disa sekonda, vetëm duke parë njëri tjetrin. Ishte Ardi që foli i pari. "Elira, kam mësuar shumë gjëra muajt e fundit. Mësova se parat nuk e mbushin zbrazëtin, se posti nuk sjell lumturi, se protokolli nuk e zëvendëson afeksionin.
Mësova se kam kaluar vite duke jetuar një jetë që nuk ishte e imja, duke u përpjekur të isha ai që të tjerët prisnin. Dhe ti më tregove se ekziston një mënyrë tjetër për të jetuar. Një mënyrë më e thjeshtë, më e vërtetë, më njerëzore. Elira ndjeu një shtrëngim në fyt. Ardi, nuk ke nevojë të ndryshosh për mua. Ai tundi kokën. Nuk ndryshova për ty, ndryshova për veten time. Por ti ishe katalizatori. Ti më tregove rrugën. Dhe, tani, dua të di nëse ka ende vend në jetën tënde për mua. Jo si djali i apartamentit luksoz, jo si trashëgimtari i grupit Berisha, por si Ardi. Vetëm Ardi. Elira ndjeu lotët të rridhnin. Gjithmonë ka pasur vend, Ardi. Problemi kur nuk ishe ti ishte frika. Frika se nuk isha e mjaftueshme, frika se do të shihesha si oportuniste, frika se do të isha vetëm një tjetër histori hirusheje që përfundon keq. Ardi zgjati dorën mbi tavolinë dhe, këtë herë, Elira nuk u tërhoq. Ti je më se e mjaftueshme, Elira. Ti je e mahnitshme. Dhe kjo histori nuk është e hirushes. Është e jotja. E ndërtuar me duart e tua, me talentin tënd, me forcën tënde. Unë vetëm dua të jem pjesë e saj, nëse më lejon. Në kohën tënde, në mënyrën tënde, pa nxitim. Elira e mbajti dorën e tij fort. Të lejoj. Por ka një kusht. Cili? Që të shkojmë ngadalë. Që ta ndërtojmë këtë bashkë, si të barabartë. Pa ty që përpiqesh të më shpëtosh, pa mua që ndihem në borxh. Vetëm dy të rritur që përpiqen t'ia dalin. Ardi buzëqeshi dhe ishte buzëqeshja më e bukur që Elira kishte parë ndonjëherë. Rënë dakord. Në atë moment, teto Zana u shfaq nga kuzhina me një tabaka dhe 2 filxhan kafe. Mendova se ju të dy mund të kishit nevojë për një kafe. Dhe për privatësi, tha ajo, duke i shkelur syrin dhe duke u kthyer në kuzhinë. Ardi dhe Elira qeshën, tensioni më në fund u thye. Pin kafe ngadalë, duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë. Për planet e saj për kafenen, për ndryshimet që ai po zbatonte në kompani, për vendet që donin të njihnin, për këngët që u pëlqenin, për filmat që i bënin të qanin. Kur dielli filloi të perëndonte dhe dritat e ngrohta të kafenes u bën edhe më mikpritse, Ardi pyeti, mund të të çoj për darkë? Në një vend të thjeshtë që ti zgjedh. Elira buzëqeshi. Preferoj të gatuaj diçka këtu. Dua të tregoj receta të tjera që po provoj. Dhe dua të më tregosh më shumë për atë ëndrrën për t'u bërë arkitekt. Ardi ra dakord dhe të dy shkuan në kuzhinën e vogël të kafenes. Ndërsa Elira përgatiste një makaron të thjeshtë me salcë shtëpie dhe Ardi priste perime paksa pa mjeshtëri, ata biseduan si miq të vjetër, duke qeshur me gabimet e tyre, duke planifikuar të ardhmen pa presion. Thjesht duke i lënë gjërat të rrjedhin. Teto Zana, që vëzhgonte gjithçka nga larg, përshpëriti me vete, më në fund, këta të dy u kuptuan. Javët në vijim ishin të përshtatjes dhe zbulimit. Ardi dhe Elira filluan të shiheshin shpesh, por gjithmonë duke respektuar hapësirën e njëri tjetrit. Ai ndihmonte në kafene kur mundej, jo si shef apo shpëtimtar, por si dikush që i pëlqente të ishte aty. Lante en, rregullonte tavolina, bisedonte me klientët. Dhe, në këtë proces, filloi të kuptonte më mirë botën ku Elira jetonte. Ajo, nga ana tjetër, filloi ta njihte më mirë Ardin përtej fasadës së ekzekutivit. Zbuloi se i pëlqente muzika klasike por edhe samba, se shikonte filma të vjetër në netet e pagjumësisë, se kishte frikë nga lartësitë por e adhuronte detin. Zbuloi se ai mbante faj për mos shpëtimin e babait nga një atak kardiak i papritur, se ndihej i presionuar nga mbiemri që fëmijë, se ëndërronte të projektonte shtëpi por kur nuk kishte pasur guximin të provonte. Një pasdite, ndërsa ecnin në shëtitore pasi kafeneja ishte mbyllur, Ardi tha, Elira, po mendoj të bëj një kurs arkitekture. Jo për të lënë kompanin, por për të pasur diçka timen, diçka që më realizon. Elira i mbajti dorën duke buzëqeshur. Bëje. Jeta është shumë e shkurtër për ta kaluar duke bërë vetëm atë që të tjerët presin. Ardi ndaloi, e shikoi dhe tha, faleminderit. Që ma mësove këtë. Ata u puthën aty në shëtitoren e Sarandës me zhurmën e dallgëve në sfond dhe dritat e qytetit që fillonin të ndizeshin. Nuk ishte një puthje filmi, nuk ishte perfekte, por ishte reale. Dhe ishte pikërisht kjo që të dy donin, diçka reale. Muajt në vijim sollën sfida, sigurisht.
Xhaxhai Alberti vazhdoi të bënte presion mbi Ardin, por me më pak forcë, duke kuptuar se Nipi nuk do të lëshonte pe. Rudini mori më shumë përgjegjësi në grup, duke i lejuar Ardit të kishte më shumë ekuilibër midis punës dhe jetës personale. Kafeneja e Elirës lulëzoi me klient besnik dhe vlerësime të shkëlqyera. Ajo punësoi dy ndihmëse, të dyja gra nga lagja që kishin nevojë për mundësi, dhe filloi të mendonte për zgjerimin e menus. Një të diel pas dite, Ardi ftoi Elirën të shite një truall që ai kishte parë për shitje. Ishte një hapësirë e gjerë, me pamje nga deti, e përsosur për të ndërtuar një shtëpi. Jo një vilë, jo një apartament luksos, por një shtëpi. Me verandë, kopsht, hapësirë për të pritur miq, kuzhinë të madhe ku të mund të gatuanin bashkë. Po mendon të ndërtosh një shtëpi? Pyeti Elira, e habitur. Ardi buzëqeshi. Po mendoj të projektoj një shtëpi. Të parën time. Dhe doja të dija nëse do të doje të më jepje ide. Për atë që ti mendon se një shtëpi duhet të ketë për të qenë një vatër e vërtetë. Elira ndjeu sytë ti përloteshin. Ardi, kjo është serioze? Ai e përqafoi. Gjithçka me ty është serioze, Elira. Mësova se nuk ka kuptim të kesh gjithçka nëse nuk ke me këta ndash. Dhe unë dua ta ndaj me ty shtëpinë, ëndrat, jetën. Në kohën tonë, në mënyrën tonë. Elira fsheu fytyrën në gjoksin e tij, duke ndjerë sigurinë e atij përqafimi. Do të shkojmë ngadalë, dakord? Por do të shkojmë bashkë. Ardi i puthi ballin. Ngadalë, por bashkë. Premtoj. Në atë moment, me erën e detit që u shpupurishte flokët të dyve dhe diellin që fillonte të perëndonte në horizont, ata kuptuan diçka themelore, nuk ekziston një formulë e gatshme për dashurinë. Nuk ekziston një manual se si të bashkosh dy botë të ndryshme. Ajo që ekziston është zgjedhja. Zgjedhja për të respektuar, për të mësuar, për të lëshuar pa humbur veten, për të ndërtuar bashkë pa fshirë individualitetin e tjetrit. Ardi kishte mësuar se të ishe trashëgimtar i një perandorie nuk do të thoshte të kishe gjithçka, dhe se të ishe sajau nuk ishte e mjaftueshme nëse, në fund të ditës, nuk kishte askënd me të cilin të ndaje fitoret dhe frikërat. Kishte mësuar se luksi nuk qëndron në madhësinë e apartamentit, por në cilësinë e afeksioneve. Se pasuria nuk matet me shifra, por me buzëqeshje të sinqerta, me përqafime të ngushta, me kafe të pira pa nxitim. Elira kishte mësuar se vlera e saj kur nuk kishte qenë te posti që mbante, por te forca që mbarte. Se ëndrat nuk kanë nevojë për leje, kanë nevojë për guxim. Se merita nuk ka të bëjë me të lindurit në vendin e duhur, por me ndërtimin me duart e tua të vendit ku dëshiron të jesh. Kishte mësuar se dashuria nuk ka të bëjë me dikë që të shpëton, por me dy të rritur që zgjedhin të ecin bashkë, secili me bagazhet e veta, por duke ndar peshën. Dhe të dy bashkë po mësonin se familja nuk është vetëm gjak, nuk është vetëm mbiemër. Familja është tetozana që sjell ushqim dhe këshilla të pakërkuara. Është Rudini që jep mbështetje në momentet e vështira. Është Klara që rishikon kontrata me durim. Është Xha Valmiri që tregon histori qesharake. Është komuniteti që formohet rreth një tryeze, një kafeje, një përqafimi. Muaj më vonë, në festën e ditëlindjes së shtëpisë së Elirës, duke festuar një vit funksionim, ambienti ishte plodh. Klient të vjetër, të rinj, miq, fqinje, të gjithë të mbledhur. Elira mbajti një fjalim emocionues, duke falënderuar të gjithë ata që besuan tek ajo, veçanërisht tetozanën, e cila ishte në rreshtin e parë, duke qarë nga krenaria. Ardi ishte aty, jo si pronar, jo si investitor, por si shok. Dhe, kur Elira mbaroi fjalimin dhe të gjithë duartrokitën, ai e tërhoqi për një përqafim të ngushtë dhe i përshpëriti në vesh, të dua. Elira u përgjigj, me zë të dridhur, edhe unë të dua. Dhe aty, në atë hapësirë që kishte lindur nga një ëndër e pamundur, të rrethuar nga njerëz që kishin rëndësi, me aromën e kafes dhe kekut në ajër dhe zhurmën e të qeshurave që jehonte nëpër mure. Ardi dhe Elira kuptuan se kishin gjetur atë që gjithmonë kishin kërkuar, një vend për ta quajtur shtëpi. Jo një adresë, jo një ndërtesë, por një ndjenjë. Ndjesinë e përkatësisë, të qenit i pranuar, të qenit i dashur pikërisht ashtu siç je. Jeta nuk u bë perfekte. Kur nuk bëhet. Ende kishte fatura për të paguar, vendime të vështira për të marrë, konflikte për të zgjidhur. Xhaxhai Alberti kur nuk u bëi afërmi i dashur që Ardi do të donte të kishte, por të paktën mësoi të respektonte kufijtë e nipit.
Kafeneja pati muaj të mirë dhe muaj të vështirë, por gjithmonë i qëndroi besnike propozimit për të qenë një hapësirë mikpritëse për të gjithë. Por, pavarësisht sfidave, Ardi dhe Elira ndërtuan diçka të fortë. Ndërtuan një partneritet të bazuar në respekt, në admirim të ndërsjellë, në mbështetje të pakushtëzuar. Ndërtuan një jetë që, edhe pse e thjesht, ishte e pasur me afeksion. Dhe zbuluan se, ndonjëherë, mrekullia më e madhe nuk qëndron në fitimin e lotarisë apo trashëgimin e një pasurie, por në gjetjen e dikujt që të sheh vërtet, që të pranon me të gjitha të metat, që zgjedh të qëndrojë pranë teje jo sepse ka nevojë, por sepse dëshiron. Dhe kështu, mes filxhanëve të kafes, recetave të reja, projekteve arkitektonike amatore, shëtitjeve në shëtitore dhe netëve të qeta, Ardi dhe Elira shkruan historinë e tyre. Një histori që filloi me një ftesë të pamundur në një prag krishtlindjesh dhe që u transformua në diçka shumë më të madhe, një provë se dashuria e vërtet nuk gjendet në përalla, por në zgjedhjen e përditshme për të ndërtuar, për të respektuar, për të rritur bashkë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardit dhe Elirës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim të kalimi, dashurie dhe rinisjeje, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Elirës për të ndjekur ëndrat e saj? Ishte transformimi i Ardit duke zbuluar kuptimin e vërtet të jetës? Apo ishte forca e tetozanës dhe mençuria e saj? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet, vlerat dhe kuptimin e vërtetë të pasurisë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të besoni se kur nuk është vonë për të rinisur.